me qenë ka bërë. Deutsch. Hej, përshëndetje dhe mirë se vini në një video të re në kanalin tim. Shpresoj të jeni mirë. Këto ditë nuk kanë qenë dash të mira për mua, për ne. Dhe pati një viroz. Shpresoj që të gjithë mamat më kuptojnë, sepse është ajo luhatja e humorit, e mosgënjes së ushqimit, e temperaturës, e grindjes, e çdo gjë, por 90% e kemi kaluar dhe ka ngelur shumë pak. Na ka ngelur shumë punë pa bërë, në kuptimin punët e shtëpisë. Unë e bëra planin e ditës, kam këtë nga Daphne's Diary, e kam marrë në reve të them të drejtën dhe ka qenë shumë i bukur. Unë jam tipi që më pëlqen që çdo gjë ta organizoj. Nëse unë nuk i shkruaj si në blerjen e ushqimeve, si në organizimin e ditës, si në çdo gjë, nuk më ecën mbar, nuk jam e mbledhur, le ta them, në mënyrën e duhur. Sot kam shumë plane për ditën, dhe ndërkohë po thret, nuk e di se sa do realizoj plane, do më duhet të rregulloj 2 komedina për dhomën e gjumit. Për momentin nuk dua të blej një komedi make-upi për arsye sepse akoma nuk e kam të qartë një plan për dhomën e gjumit. Do më duhet të laj një herë rushat e darës sepse janë bërë për të larë. Dhe unë po pi smoothin tim. Do më thënë, do marr pak veten time, nuk vendosa sot të pi një kafe, nuk e di nëse e kam thënë, por po mundohem të hyj në personat që pinë kafen e zezë. Ose le të themi, po mundohem të hyj në personat të cilat e pi kafen e zezë, po me pak fare që më shdesa të mësohen tamam të pi ekspres të vogël. Kam për detyrat e gjuhës, tani më duhet të rregulloj darën ta vesh të gjitha. Hajde ke mami jot, Shi si e bërë, do ndrohemi? Qa ke mama? Nuk je princesha mami ti? Je princesha ime? Mirë, më fal. Të dua. Okej, as nuk të dua, mirë, në rregull. Jemi në dhomën e darës. Dara për momentin herë fle, herë nuk fle, më shumë nuk fle. Janë të qafet që i kam larë, nuk i kam njerë jashtë, ndërkohë që Dara pas ka ndarë menin që unë mos filmon kam sot. Ky është një dollap i vogël që Dara e ka, normal që do ndrohet, por për momentin kam lënë këtë. Po Dara! Po mam! Ndërkohë që perdet i kam marrë në Temu, është, do me thënë, po mami, më kanë dalë fix, si që kanë qenë në foto, madje dhe më të mira. Nuk e lejojnë dritën që të një komplet, sepse mua më bi drita gjatë gjithë kohës. Ndërkohë që kam dhe këtë, është një nga bleret e tjera më super që unë kam. Dhe kjo është nga Temu, që i mbledh të gjitha. Kjo është e thella dhe kjo është me ndarje. Më thënë, është gjëja më e mirë që kam bërë, madje e më qef sepse Dara duket interesante dhe do të lozi. Ka pasur dhe një këtu për ato elastiqet e fejqil të zeza, por unë kam lënë në Shqipëri me elastiqe, që mos marr gjithmonë kur iki. Ndërkohë që kam dhe tapetin në dhomën e darës, e kam pun nga Temuja. Do me thënë,
Do me thënë dhoma e Dearës është nga Temuja, ndërkohë kam dhe kartona të cilat janë nga shtëpia vjetër, që nuk janë sistemuar akoma, për arsye se nuk është liruar budrumi. Ndërkohë që perdet janë këto, janë materiale për të cilat unë po flisja. Dhe kemi dhe tapetin. Tapeti, qofse shikohet, është në formë rrethore, më pëlqen ekstrem shumë. E vras mami mizin, ja. Si duket, mos shikoni rrëmujën, sepse këto janë për të tharë, ato janë kartonat të cilat do çohen poshtë dhe perdja, ndërkohë që më duhet gjë një ambazhuar mirë. Kemi një arsenal arushash që sa në një dhomë janë në një dhomën tjetër dhe unë nuk di se si duhet t'i le dhe ku duhet t'i lepi. Epi gjandari. Kule puli. Ku do di që i marushat ke dhoma? Do t'i lajmë mami. Këto do t'a edhim të koshi edhe tjeri do t'i lajmë. Okej? Di veshës çorapët ti, ikim? Kemi nga dita tjetër, ne ndërkohë po dalim në xhiro, por dhe do kalim pak e dieni, sepse na duan disa gjëra për shtëpinë, se kemi 2-3 ditë që themi t'i marrim sot, do i marrim nesër. Dhe po ikim në Dearën bashk. Nuk e di nëse do dëgjojmë shumë, për arsye sepse jam në cep të rrugës ku kalojnë makinat, është rruga. Dhe pasi të mbaroj nga dieni, mendoj se do hap kamën përsëri. Pasi dhe Dearë gjatë rrugës se do kujdesin 100%. Koha është super. Në fakt është super, po është dhe pak e frikshme se si po mban, për arsye sepse nuk po bëm dimër fare. Okej, vërtet themi duhet koha mirë, por jemi në mes të nëntorit, kështu që është pak e frikshme kjo pjesë. Gjithsesi, do të flasim vetëm për gjëra të bukura. Dhe po njerëz, unë nuk isha regjistruar tash se kamera nuk fikët kod ndonjëherë. Kam marrë këto për banjon. Ti tregoj shpejt dhe ta mbyll. Kam marrë këto scrunchit që nuk i kisha filmuar dhe i vendosa. DM Hall, patetinat e Dearës, apelsaft, Oxy Power, kjo është shumë perfekt për të bardhat, sidomos për çorapët e bardha. Kam marrë këto për kuzhinën. Fasoleta, të cilat unë i përdor për fytyrën, kur e laj si mëngjes dhe darkë. Sepse, kur përdor peshqirën ka shumë mikrobe, sado që mund e ndron 2 herë në ditë, por prap t'i fshin durët dhe kur e vendos në fytyrë, fytyra ime nuk ka qenë dhe në gjendje të mirë. Dhe mora këto. Madje ndonjëherë më ka qelluar materiali Hall, por jo. Ja vleka. Ka marrë këto patetina Dearës, si brice, po
Ja ka marrë me formë zemre, ndoshta mund të i duken interesante. Tjetër, jemi pak lak, po ndërkohë gjojemi. Ka marrë kremin për dearën, ka marrë fasoleta, ka marrë një maskë për fytyrën, ka ndalë, janë këto. Është një maskë që e ka nxjerrë kjo firma, Luvos po themun, anti-stres maske, ka marrë qeset e verdha, ka marrë 2 nga këto që deara i konsumon kur jemi në lëvizje, letra të lagura, qese bio, ilaçenësh dhe ka marrë 2 nga këto që më duhet të shkoj t'i çoj direkt atje ku i ruaj, që kur bëj darës ujtin që e shkrijen dhe ka një surprizë në fund. Kjo ka bërtkosë, ndërsa kjo ka Winnie Pooh. Tani t'i çoj sepse po i kërkon. Po, bleva dhe këto 2 labelot, qofse mund t'i kem treguar. Dhe kaq. Tani do furnizohem të ha pak bukë. Po, vrap ke banjë. Kujdes, no. Ku të mërna? Hey, imbecile. Po pse me mami? Da, besoj se nuk ma ka. Po, të hapem unë. Unë të hapem. O to hape? Qin? O to hape? Kjo është pjesa lartë, heqim pak të. E kam për sot, këtu jam unë haj. Këto është pjesa lartë, këto janë dezinfektues që i mbaj gjithmonë. Ky është sirtari i parë, i kam vendosur gjitha këtu që deara mos mi kapi, derisa të ble sigures që mos i hapi. Kam sirtarin e dytë që kam vetëm kremra. Sirtari i tretë janë çdo varse bijou. Dhe këtu kam vendosur gjërat e vogla, shaje, ripa, këto. Në fakt do vinë dhe një komedin tjetër këtu. Dhe këtu lart janë po prap kjo e bijouve, ora gersit që ka këtu. Këto bijou kam pas pëlqyer shumë, por për verë po nuk i vura asnjëherë. Ndërkohë, një pjesë e parfumeve. Më mungon ky parfumi këtu. Kam pas një parfum tjetër, ka aromë shumë të mirë. Nëse kam lënë Shqipër unë atë? Dhe këtu kemi bijou, pasqyra do fshihet. Këtu do mbaj gjërat ditore që lyhen, fuçet. Do me thënë shpejt kur do dal, që do mund ta mbaj edhe në çantë. Kaq. Dhe këtu jam unë. Dhe këtu është Romuja. Besoj se do dali më bukur kur të bëhet e bardhë dhe në fakt do doja një mendim, ta le të bardhë apo ta le kështu. Shifemi. Okej, këtu po e mbyll videon për sot. Dhe
Do ha këtë. Dhe tani do vazhdojmë turnin e dytë. Ose të natës ndryshe. Do vendosim darën në gjumë. Do merrem me veten time. Dhe natën shihemi në një video tjetër së bashku. Mos harroni të bëni subscribe.